T'ju thënë drejtën, për mua kjo nuk është diçka që nuk ka qenë e pritshme, për shkak se edhe në studion tuaj me sa më kujtohet, edhe me disa prej panelistëve të pranishëm aty e kemi diskutuar këtë çështje dhe unë në veçanti e di që e kam potencuar që këto grupe kriminale ende janë në veri, ende janë të pranishme, ende mund të veprojnë dhe të krijojnë pasiguri dhe shqetësime për qytetarët e Kosovës, pa marrë parasysh që udhëheci i tyre është në Beograd apo diku gjatë në Serbi, mirë po sot mënyrat e komunikimit të udhëheqjes dhe komandimit ndryshojnë prej viteve të mëhershme dhe janë shumë më lehtë për të aplikuar se sa dikur. Kështu që fare pa problem mundet që një Radojqić prej Beogradit të jap urdhra varësisht prej asaj që i duhet Vučićit dhe të krijojë këso situatash sikur kjo në veri. Është pa që edhe pse qeveria e Kosovës ka ndërmarrë disa hapa që sigurisht janë të lehtëshëm dhe janë kushtetues, mirë po nuk mjafton vetëm ligji dhe kushtetuta kur kemi situatat e këtilla sikur kjo në veri të Kosovës, por aty është tepër e rëndësishme edhe komponenta politike e cila nga këndvështrimi edhe ndërkombëtar, po edhe një pjesë të madhe vendore, kishte hapa në gabim të aplikimit të ligjeve dhe kushtetutshmërisë në veri. Kolonel, a mund t'jetë kjo një ngjarje që mund të paraprish zhvillimeve të reja në veri ose tensionimit të situatës? A mund të më flisni diçka për momentin kur u zgjodh mbasi që të bëhet kjo ose të kryhet ky akt? Për mendimin tim, ky akt në aspektin kohor është përzgjedhur pikërisht tani kur në Serbi ka vlime të mëdha politike ku studentët janë në protesta kundër qeverisë, gjithsesi kundër presidentit serb Vučić dhe sigurisht që Vučićit i konvenon që ta tërheqë vëmendjen nga ato ngjarje që po ndodhin në veri dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është me një akt të tillë në veriun e Kosovës, duke lënë përshtypjen sikur qeveria e Kosovës dhe shteti i Kosovës po i diskriminon serbët dhe prandaj do të tërhiqet vëmendja gjithë atyre studentëve që të mos mirren me Vučićin, por të mirren me armiqtë e Serbisë, siç preferon t'i quajë Vučići në shumë të rasteve. Prandaj unë mendoj që kjo ka një lidhje të ngushtë me situatën aktuale në Serbi. E para dhe e dyta, meqense gjitha këto ngjarje dhe këto shqetësime ndodhin brenda territorit të Kosovës dhe jo në Serbi, çfarëdo që ndodh në Kosovë, çfarëdo gracke që ngre Vučići në Kosovë, çfarëdo reagimi të mundshëm, të gabuar që do ta bënte eventualisht qeveria e Kosovës, do t'i shkonte në favor Vučićit në bisedimet që pritet të zhvillohen në të ardhmen. Por edhe në Kosovë në fakt jemi në një fazë, po themi, kur ka përfunduar çertikimi i zgjedhjeve në fazë të ndërtimit të institucioneve të reja. A mund të shfrytëzohet edhe ky si moment, po themi, ku vëmendja është këtu në Prishtinë?